Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Vëllezër dhe motra, jemi sot në një prej ditëve të muajit të bekuar të Ramazanit, me një temë prej temave të ciklit ton të ligjëratave e që është lidhja e Ramazanit me falenderimin. Ne jetojmë në një jetë e cila është jetë me shumë sprova, me shumë telashe, me shumë fitne. Sprova dhe fitne të cilat neve na bojnë që shumë shpesh herë t'i harrojmë falenderimin ndaj Allahut Azza wa Jall. Një person e kishte marrë një dhuratë prej një të afërmit. Përgjatë dhuratës që e kishte marrë i kishte pëlqyer shumë dhe çka filloi të bëj dua për atë person. I ngriti duart dhe e luste Allahun: "O Allah, fale, o Allah begatoje, o Allah ruaja familjen." Për një moment po e ul syt e tij tek duart e tij. Edhe po shikon, a më ka rënë mend ndajherë për me falenderu Allahun për këtë begati, begatin e duarve? A më ka rënë mend për me falenderu Allahun ndonjëherë për gjuhën, për syt, për mendjen me cilën mendojmë, për fëmijët e cila janë bukuria e shtëpisë tonë sa herë që kthehemi prej punës dhe për çdo nimet begati që e kemi mbi tavolinat tona? Atëherët kjo është çështja me të cilën dietarët e kanë përkufizuar dhe kanë thënë: një nimet, një begati, e cila është e vazhdueshme çdo ditë, ajo e humb vlerën e saj. Allahu neve brenda 11 muajve na ka begatuar me shumë begati, me shumë ushqime dhe me shumë pije. Mirë po ka deshur nga ne që gjatë një muaji të ndalojmë nga to. Për çfarë arsye? Në mënyrë që të rikthehemi tek Allahu, ta rikujtojmë atë dhe nëpërmjet këtij rikujtimi ta falenderojmë Allahun Azza wa Jall, e që është esenca e këtij muaji të bekuar të Ramazanit. Ne i kemi harruar nimetet, e kemi harruar vlerën e tyre, e kemi harruar se nga kush vijnë dhe kemi harruar ta falenderojmë Allahun Azza wa Jall. Për ata Ramazani është çelësi i falenderimit, është burimi i falenderimit nëpërmjet të cilit ne arrim të kthehemi tek Allahu Azza wa Jall. Ndryshe Omeri radiallahu an kishte qenë duke ecur në rrugë dhe e kishte parë një njeri i cili ka bërë dua dhe ka thënë: "Allahumma ja'alni min al-aqallin." O Allah, më bëj mua nga të paktit. Dhe u çudit Omeri radiallahu an me duan e tij dhe e pyeti: "Çka është çështja e kësaj duaje?" Atëherë ju përgjigj njeriu dhe i tha: "A nuk e ke dëgjuar Allahun i cili ka thënë: Wa qalilun min ibadiy ash-shakur." Dhe pak nga robërit e mi janë falenderues. Të paktit janë ata të cilët falenderojnë. E lutim Allahun Azza wa Jall që të na bëj prej atyre të cilët janë të vëmendshëm, janë të prirur dhe e gjejnë esencën e kësaj dynjaje. Gjithashtu të paktit janë ata të cilët edhe Allahu i ka përmendur në Kur'an në surën Insan: "Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalih, faj'alnahu sami'an basira." Ka thënë Allahu, ne e kemi krijuar njeriu nga një pikë fare, e kemi sprovuar atë dhe e kemi bërë që të dëgjojë dhe të shikojë. Inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura. Dhe ne e kemi bërë njeriu, e kemi udhëzuar në rrugë të drejtë. E ai ose është mirënjohës ose mos mirënjohës. Mirë po nga veçantitë e gjuhës arabe, të cila e bën shumë të veçantë këtë çështje, është se Allah kur e ka përmendur në Kur'an, e ka përmendur shakiran, falenderues, mirënjohës, au kafura, mos mirënjohës. Në esencë në gjuhën arabe është dashur të përmendur imma shakiran wa imma kafiran, ose mirënjohës ose mos mirënjohës. Mirë po Allah e ka përmendur me shkallën superiore të çështjes: imma shakir, ose mirënjohës, falenderues, ose mos mirënjohës, me qëllimin superior, sepse në shumica e njerëzve janë ata të cilët nuk janë falenderues ndaj Allahut Azza wa Jall. Esenca e kësaj është që të kthehemi drejt Allahut Azza wa Jall dhe të jemi prej atyre që e falenderojnë me falenderim të plotë, nga të paktit, mirë po nga fitimtarët. Ndryshe është përmendur edhe nga dietarët në tefsir se ka qenë esenca e parë e krijimtarisë së Allahut, duke i thënë Luqmanit alayhis salam: "Wa laqad atayna Luqmana al-hikmata an yashkur lillah." Urtësia e parë në ekzistencë, edhe ne i kemi dhënë Luqmanit në mënyrë që ai ta falenderon
Allahun Azza wa Jall. Këshilla e parë, urtësia e parë, falënderimin ndaj Allahut Azza wa Jall. Duke përfunduar këtë takim, e lusim Allahun Azza wa Jall që të na bëj prej robërve të tij falënderues, të na falë, të na mëshirojë në këtë muaj të bekuar, duke na pranuar çdo lutje, adhurim dhe ibadet. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.